E di që i keni sytë në Shqipëri, sidomos në tiranin e hajdutve, në tiranin e 2 partive, në tiranin e krimit nga të 2 partit, në tiranin që u kam përzën për të detit 3,5 milion nga në 10 deri më sot që unë po flasë. Të dashur shqiptar, jo e pat vetë. U bëj një demonstrat, nuk ishte demonstrat, po a ishte demonstrata e vdekjes, e zjarrit, e bezinës, e tradhtis. Aty u panë të 2 partit që e kryuan, pa marrësi se Edi Rama ishte në Bruksel, por telefoni vazhdonte dhe drejtori policisë ishte duke komunikuar me telefon, e mund të nxjerrë më vonë. Të dashur shqiptar, ju e shikoni pikturën. Evropa ka shkruar sot, po thuaj në të gjithë gazetat e televizorit, për këtë demonstratën e zjarrit që duan t'i djegën shqiptar, pa bukë i kanë lënë. Fëmijët i kanë nxjerrë jashtë. S'ka ngel gjë tjetër, vetëm t'i djegën me bezinë. Dikshin me bezinë, e shikoni dhe vetë. Por nuk ishin vetëm që hithin me dorë të dashur bashkëdhetar, po ishin të hedhur tamam, si kur mbushin do një nga topat e gjyleve që hithin si raketa. Ju do t'i shikoni vetë dashur bashkëdhetar, ja pra, kjo është si hithin nga larkë. Të dashur shqiptar, shikoni vetë. Shikojni si hithin, jo me dorë. Por, shikoni si shigjeta. Shikoni Berishën si jep lajmin me anën e dorës të tij. Sa e revalvon, hithin zjarthët. Njerëzit nga e keqja kishin erdhur, që ishin gënjur, erdhën me donin sipas 2 partive se do ndryshohet qeveria që të shkonte edhe ca kohë duke mashtruar e duke gënjur. Të dashur shqiptar, aty në demonstrat të zjarrit, kanë erdhur shumë njerëz, tamam si ato kërpudhjet që dalën për mbi pyll, kur shurdhjesin qend e zagarit. Ashtu janë bërë si kërpudhjet, gjoja si gazetar, të dashur shqiptar nuk kam thënë me kohë. 80 e ca persona janë të shpërndarë në Amerikë e në Evropë. Gjoja si gazetar, u bërë milioner nga partia e Sali Berishës, edhe nga PS-ja. Fakti tregon, erdhi këtu para qëllimisht, mbasi ja muar të gjithë pasurit, një Rrugaçi, një Arjani, mund të shihni edhe në piktur, e në fotografi, e duke qarë si fëmijë. Nëse qofse ka mundësi, e zoti regjizor, mund të nxjerrësh një foto. Të dashur shqiptar, ky është Arjan Rrugaçi. Ishte i maskuar me një çantë të mbrapa, me bezin, kokë e këtij. Gjoja si gazetare, si amerikan. Unë nuk kam thënë, dashur shqiptar, në Amerikë vinë trar, vinë drur, vinë garbiqe, vinë edhe njerëz të lloj kategorie. Amerika ta ep në shtetësin, ashtu si ta ep, ashtu ta merr. Po që të thosh jam gazetar amerikan, ai është një idiot, ai është një Rrugaç. Berisha, po i them Berishës. Pak më vonë do t'i them Berishës. Ai është një foto tjetër, të dashur shqiptar, Genci Burimi. Ky Genci Burimi ka ikur që në 92 në Francë. Ky Genci, anti-amerikan, vetëm lejë me çdo televizor. Me çdo televizor do të thotë që të 2 partit i kanë televizor, a i del dhe bërtet kundër Amerikës, gjoja shanë pësen, po ky është i Soros. Nëse ka mundësi mund në nxjerrësh me Soron edhe dua prap këtë foto, të dashur shqiptar, ky është Genci Burimi. Ky është Sorua, i 92-shit, mbas 2 muaj që është bërë president Berisha. Shikoj Berisha sa i ri ishte. Berisha ka sjell Soron, e Sorolopit, Gjoç Soro, ky është Gjoçi.
Jo i biri, që i biri s'kishte lindur. Pra kysh, e kam fjallën për djalin e vogël, që ka qup, ka dhe 2 djemë në Amerikë. Ka 3 djemë bashkë me Aleksi. Pra, kysh burimi. Burimi, kysh. I dërguar apostafat në Francë. Ku i gjenë parat ky? Pa punë. Miliona dollar i japin të dyja partit. Vetëm për të folur kundra Amerikës. Vetëm gjoja është me pëden dhe sham pësen. Këto janë të dyja, të dashur shqiptarë. Këto fytyra zupovin në Shqipëri, që nuk kanë vend ku ven me, unë u kam thënë. Të gjithë ata që janë në Amerikë gjoja si gazetar, si kolonela, si oficer, si majora, do të shpjegoj edhe më vonë, paguen nga 2 partit. Sepse në Amerikë nuk punojnë, bëjnë propagandë dhe asgjë tjetër. Mund të nxjerrni foton përsëri me ata të 4. Pra ky zotnia ka erdhur t'i them zotni si pas rregullit, po ky s'është zotni, ky është një plir. Mirë more Berisha, ka 3 muaj e gjysmë në Amerikë, dikur të luftonte, dikur kur ti bere mbledhje kongresin, ky ishte në karriket e para. Ky fytyr, ka 3 muaj e eshtë që qëfar nuk të ka sharë me libër shtëpi, qëfar nuk e ka sharë atë në lokon, qëfar nuk i ka thënë, rrugaq, anti-shqiptar, spiun, dhe ky ishte në demonstrat. Edhe ky qante si kalamani, qoftë se ka regjizori një, e dua përsëri këtë foton, qante si fëmi, ishte i tremur, i dredhur, ja ky njeri, e thot jam gazetar, ka dalë para 1 ore, e thot jam gazetar, ombrem, prap ka dalë më 2-3 vende, e ka dalë e ku? Në televizori syri. Po mirë mo televizori syri. Ky ishte e që shante Berishën. Ky ishte e që shante djalin e Berishës. Ky ishte e që shante të gjithë. U thoshte sërb, u thoshte anti-shqiptar, i thoshte Berishës t'je i vdekur, pa marësisht. Se ky mirë të para nga pëdeja, më përpara. Pra, Berisha, të kam thënë 1000 herë, ata që ti i ke pasuruar, që në 92 kur bere president, ata po të hanë kokën, ata të kanë turpruar, ata të kanë ullur vlerë, ja pra ky person, ti i dive fare mirë, edhe unë jam i bindur, 100%, se të pëdes ja kanë bërë këtë. Sepse e dinin që i ka sharë, 3 muaj resht në Amerikë, fliste dhe bërtiste, ky njeri hapen i dashur bashkëdhetar, shikojeni, me letrë shtëpie i sharë Miletin. Me letrë shtëpie, njeri më alfabet, njeri më rrugaq, pa marësi se ka qenë në shkollën e kadetave. Po të gjithë ta që i shkollë e kadetave, këta ishin pe familje të rrugës. I minin nga rruga edhe i benin në kadeta, që të bashkëpunoni. E më tepër, i benin ata që ishin dobiqat e rrugës. Ja pra, ky fytyr ka erdhë këtu. Ky fytyr qante si fëmi. A pra Berisha, 3 muaj resht, qa nuk të ka thënë, qëfa nuk bente. Me një qam të më kra dhe u thoshte e policave jam Amerikan. Kush e mo, qa Amerikan jetimu. Ti të kam përzen fare. A të pashaport që ke as vlen, as përgjep për ty. Të kam thënë, prit, akoma, të gjitha ata që i ke sharë në pëde, nuk të harrojnë. E pra, ky fytyr, del dhe lambatet. Të dashur shqiptar, ajo demonstrat që u bë, a ishte demonstrat tradhti e zjarrit. E papar një historinë e Shqipërisë, mund të shihni edhe një herë, mund të shihni edhe me zhurmë, mund të shihni, lutem shumë, çfarë po bëjnë, mund të shihni se si i hedhen zjarr, a e pe si shkojnë dashur shqiptar. Be cancel, okay. Shikoj dashur shqiptar. Shikoj. As i flamur shqiptar. Shikoj dashur shqiptar. Shikoj. Na.
Që si qilojnë, do me thënë, fillonin kryeministrin nga komiteti qendror. Ja pra dashur shqiptar. Ska gjelere. Pra dashur shqiptar, këta të vend të mblidhshin në parlament sot për të gjykuar personat që kanë djegur policat. Personat që kanë djegur policat mund të na tregoj policia duke djegur dhe sot pa pik turpin në atë parlament të rrugaqve. Berisha tha, as një nuk ka qenë i plagosur, as një s'ka qenë i djegur. Pra të dashur shqiptar, ja këta janë. Ja pra këta janë që me parat tuaja janë veshur me kostume nga $1.000, $2.000, me parat tuaja këta talen o shqiptar, me parat tuaja po u djegën fëmijë tuaj që janë polica me bezin. Ti shgori spitali unë bush plot dashur shqiptar. Eshte qëllimisht, ajo është demonstrat që gjithë Evropa ka folur. Pra të dashur shqiptar dhe vend që parlamenti të blite të bënde gjyq ushtarak në parlament për ata që organizuan, për ata që i hirthnin, nuk ishe vetë me dorë, po hirqen me makineris, tamam s'kur hirqen raketa nga avioni. E ke dëmtoni policin. E pra po ta kishen i natë, Edi Ramën. Edi Rama kalon kur të doj, më kem, e di ku e ka shtëpin, që pun ke me policat, që i djek, që i përvlon, por policat janë me halë. Por mirë maj, ministre brendshme që fole sot si bil, flisje i thoshe Berisësh, qëfar nuk i the as letër shtëpije e quesh ti ministre brendshme, e quesh ti deputete, qëfar nuk i the Berishës, fjalët që nuk i ka as fjallori. Pra, pse zvete ti për para policisë, se e ministre, po ti mor drejtori policisë, pse nuk vete për para atyre me polica djegur, e s'ka as një tha në spital. Por, të dashur shqiptar, i dërguan policat, ata duhet rinjojnë dit po 3-4 dit. A që ishë djegur. Djegja është të mërshme. Ti e qofse e pret një gisht me laps dhe e pret me thik, ti do rishtë të paktën 24 orë. I nëzuar qëllimisht të dashur shqiptar se janë të dyja partit. Janë të dyja të rrugës. Pra, të dashur shqiptar, ju i kini parë këto, i patë sot si rrinë në parlament, i patë sot qëfar folën, e patë sot një ushtar që ka qenë me 21 janar, a i ka qenë 20 janar, ja zunë emri në goj dhe doli, ka qenë me ushtrin, atje, me gardën, doli dhe u tha realiteti. O Berishi tha, ngrije kokën, se ti e bëre 20 janarin unë ishe atje. Ka qenë ushtarak. Dhe pëseja, nga ushtarak, për 21 janarin, bëri dem, a i pos bëri dem, a i qushe në demonstrat kundra shqiptarve. A i duhet mos bëshe deputet. Pra pëse e bëj, sepse janë bashkë dashur shqiptar. Pra, të dashur shqiptar, mbrëm, vente kamioneta, fugona që i thoni ju, vete në krye ministri. A i shini dashur shqiptar. Kjo është makina, kamioneta që i thoni ju. Ja pra duke ngarkuar dokumentat. Dokumentat e vdekjeve që i kanë bërë shqiptarët. Dokumentat që i kanë vjedhur shqiptarët. Dokumentat që kanë bërë dallavere me qeveritarët e Evropës, që kanë bërë këmime, që u kanë dhënë para. A pra dashur shqiptar, ja pra rrugaqëria e bën të njëjtin si që beri kryetari i bashkisë, para se të arrestoshe kryetari i bashkisë Velia, një javë përpara, e bëri të njëjtën si këta. Po kudo që t'i shpjen dje, me zi i bajnë, unë bush një vend plot, një fugon, të them më mirë, si që i thoni ju. Unë bush figona me dokumentat e kryeministrisë, me dokumentat e firmosura të Ballukut e të Edi Ramës, që janë firmosur
për kaq vjetë që ka qenë Edi Rama, për rrugët që janë bërë me asfalt që kanë gënjur, për rrugët që i kanë lënë qëllimisht që të vriten shqiptarë duke ngarë makina, për tunelet që kanë bërë që bjen dashur shqiptarë. Nuk u bëhet vonë këtyre se bjen tunel e se zë 20-30 shqiptarë. Këta i digën me benzin, këta digën policin. Ja pra ata që e doqën më përpara policin, ja hodh kapelën, sot amore Edi, qëfar e bere? E bere drejtor në kryeministri. A i ishte gjoja i pëdës. Ti i the pul deti, o gjeli detit i the, o gjeli detit i Peqinit. Ta shi e bere drejtor. E pra të dashur shqiptar, jam bash këta. Këta janë të pjellët e rrugaqve të komunistave. Këta dohet leminuar të dashur shqiptar. Ne kemi bërë, po unë i drejtohem tani, drejt për drejt Spakut. Më dëgjoni me vëmendje ju të 18 të Spakut. U njohim një nga një, keni vizituar Amerikën shumë herë, keni marë edhe keni thënë do bëjmë detyrë, keni firmosur, jeni paguar në Spak me $10.000 për person, keni marë që u ka dhe shqefi, Amerika u ka dhenë, ja pra FBI-a u ka erdhur. Nëse ju nuk arestoni Ballukun u athashin brem, këti javë, ju do mbani përgjegjësi penale dhe personale. Nuk kini ku vini. Nuk ja hithi dot Amerikës, nuk ja hithi dot ne. Unë nuk kam thënë, unë jam në Amerikë, unë jam në Shqipëri. Unë e di mirë ligjin këtë ligj të Amerikës. Për këtë ligj, unë jam plagosur 4 herë. Për komin e Amerikës, për tokën e bekuar të Amerikës. Për këtë ligj kam erdhur këtu për ta bërë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Edhe e kam bërë. Edhe shumë shpejt shkojmë në zyrat e reja. Që t'i shërbejmë kombit, që t'i nxjerrëm një nga një të gjithë. Po unë dua sa të arrestohet, me qenë se shqiptarët e duan të arrestohet. Zvendës kryeministri, Sali Berisha, bashk me të tindë, a here, të tjerë unë të dashur bashkëdhetar shqiptar, po flas popullorçe. Muzeqeja ka patur buaj, kur kam qenë një trenuar në Jaz, që ka qenë Luc. Buaj, do t'i marrëm 2 buajt, t'i vem një zgjedhë në qafë, edhe një litar të gjatë, që nga kryeministria, që nga kuvendi popullor, që i thonë këta, kudo që t'i jenë zvar e t'i sjellën para Skënderbeut që shumë herë e kanë mbuluar, e kanë turpruar atë skulptur, e kanë turpruar herojnë e kombit. Vetëm ai na ka ngelur, her pas here e mbulojnë, hes par here e heqin, kur vjen do një turk, apo kur vjen një tjetër, ata s'u kanë thënë, po këta ben aq servila, sa s'ka më kuvete. Pra dashur shqiptar, Spak, më dëgjoni edhe me vëmendje. Çdo gjë që flas unë, mbaj shënim. Çdo gjë që flas unë janë realitet. Të gjithë ju të Spakut, sidomos janë 4-5 veta që nxirrni gjoja sekretin. Është për të qeshur. Po nuk kam thënë ju të Spakut, po e të gjithë. Çdo gjë që bëjmë ne e dim. E dim se e duam këtë kombë. E duam këtë vend që e keni shkretuar fare. Po shpresat shqiptarët që i kanë, sepse ju paguajni nga ne, nga taksat, jam në Ameriku, nga taksat e mia vinde ty, nga taksat e shqiptarëve që janë 400.000, mbas në 10-ës kanë erdhur, sepse para në 10-ës ne ishim pak fare. Ishim mjaft, po ishim, jo shumë. Janë 400 e ca mijë, janë në Amerikë. Në pushtetet e ndryshme, Kaliforni, Florida, Washington, Virginia, Pennsylvania, New York, kudo. Pra, të marrësh taksat e Amerikës $100, ti gjen vendin. Kurse ju të Spakut keni vite që mirni
qindra mira dollar. Nëse ju nuk i arestoni, ju i kini firmosur me kohë, Byroja Kombëtare u ka dhënë të dhënat, ata janë ekonomistë dhe juristë, i një afër bashkë, u ka dhënë arestoni s'kini ku vini me, apo prisni, ai parlamenti që rrihet e behet, mos prisnin parlamentin që të ndrojë ligjin, që ministrave të bëjnë imunitet, që edhe deputetët s'kan imunitet. Kërkojnë të bëjnë dhe ministrave. Do me thënë, një ministri që vjedh miliona dollar, s'ka të drejt të arestohet, kurse një fshatari i thjesht se del të shesi një perime në rrugë, ja hedhën dhe dënojnë 6 muaj. A ky është ligji? Po jo, os pak, unë jo mirë të gjithve. Fare mirë, keni dalë shumë herë në Amerikë. Keni dalë fotografi me njerëzit, keni firmosur, po vazhdoni. Se për ndryshe do bëhet shembull ke ju. Sepse deri para ca ditëve, ju thoshit s'kemi kompetencë të arrestojmë, sepse kushtetuta, do me thënë gjykata kushtetute, nuk na la, ja pra doli të premte. Ju të premte në orën 12, duhet të kishtë arrestuar, apo prisin të largohet, do mbani përgjegjësi penale. Jo vetëm do dënojni këtu në Shqipëri, po do dënojni në Amerikë. Në Amerikë u kemi për të shpem. Sepse gjithë populli shqiptar i ka sytë ke ju. Dhe populli shqiptar më dërgon mua, pilin që ke thënë që spakun e paguan Amerika. Byron Kombëtare e paguan Amerika, më shkojnë me mira e me qindra. E me miliona po më shkojnë. Edhe tani po më shkojnë. E thonë, pse spaku se arreston? Kurse unë kam thënë, nuk i le kelepeja, nuk i le të arrestohen dhe gjykata kushtetute. Ja pra, gjykata kushtetute më thanë, dual 4-4, çfarë bën? Pra, u po them sot, unë jam Amerikan, jo si ai që e xora që thoshte jam Amerikan gazetar, ai se shkurkushi, ai është një plirë rrugësh. Unë jam vërtet Amerikan, jo sot të dashur shqiptar, po stërgjyshtem e min kanë 300 e ca vjetë. Gjyshi tim edhe stërgjyshi tim është edukuar në Amerikë, kam bërë universitetin në Amerikë, edhe gjyshi tim. Pra, unë jam në Amerikë. Pra të Amerikë, unë sot që jam, e në këtë moshë, i jap jetën. Për tokën e Shqipërisë, unë e jap jetën. Spak e lëviz. Vetëm e ju kam punë. Po dalën dokumentat nga kryeministria. Ne e dim ku vjen. Edhe ju e dini. E ju të byros e dini. E pat me njëherë. E që prisni? Qfar prisni? Arestimet sa më parë, të arestohet Balluku, t'i vini zingjirat, jo si Ilir Meta, po t'a hik një zvarë. T'i hik një zvarë të gjithë të deputeta, që i kanë vjedhur shqiptarët, e u bëjnë kashillëk, talin me shqiptarët, kalojnë nga një parti në një parti, e pra, dikush thoshte më parë, o Sali o Flori, o Edi, që da i bere këtë Tiranë kaj të bukur. E pra, këta janë anti-shqiptarë. Këta janë që u doqën. Këta po t'jegën fëmijë tuaj polica, që marrin $600, dhe a i drejtori i dërgonte mesazh me telefon, kur fliste ministrja. A i di që nuk shikojmë ne. Kujt i dërgonte? Edi Ramës apo Berishës? Që qëfar të ben? Ti nëzinin polica si që gjuar orgjet. Demek, patër nga një aksident të vogël. Jo, ata janë djegur. Ata janë smur. Ata janë pa pantalona, se janë qatë pantalona. Sepse ju nuk u ipni veshje ushtarake. Po i blenë me ato $600 që marrë në muaj. Ata flenë me babër. E dajnë me perde. Se s'ka shtëpi. Kurse ju kini vila. Kurse ju vini ani drek e dark në Milano, në Athinë, në Beograd, në Parizin, që ne kemi janë mikë shekullor, në Londër,
që na coptuan, na i dhanë Kosovën, Sërbit, Titos, dhe Shqipërinë jalan Aliut. Pra, e shkatruan Shqipërinë, e përsërdi po mundohet të shkatërojnë. Kanë arritur aty të dashur shqiptar. Mund të shohim një foto me Agën. Kanë arritur aty sa duan mendojnë ata, po jemi gjallë. Mendojnë t'i dënojnë, del një shalatane aty, një prekurore, e dikush thot është amerikane. Që amerikane është ajo? Ajo është sërbe, e paguar nga sërbet. Edhe thot pa pik turpi, do dënohet edhe 25 vjet patriot të Shqipërisë. Kur theme e Shqipërisë me kufi natyror, janë patriotat. Kjo fytyrë e shëmtuar të dënoj patriot të Shqipërisë. E ditë pse? Se s'u mban të thonë për Amerikën, që Amerika e bombardovi Sërbinë. Këta ishin ushtarë. Këta duan për të mbrojtur vendin e tyre, që kanë me shekuj me mira vjet. Kurse Sërbët kanë erdhur në tokën e Shqipërisë. Edhe çdo kohë marrën nga një copë. Po jo me. Unë nuk kam thënë Sërbëve, ta dëgjojnë dhe shqiptarët. Amerika është me ju. Po të duan Sërbët, le të lëvizën, ashtu lëvizën edhe para ca kohë që vran një kapter. Po ikën me bish në shalë, sepse është nëna Amerikë. A keni dëgjuar atë fjalë kur thonë kemi djemtë në Amerikë? Jo sot, po është me shekull. Disave nuk u vjen mirë, disa kërpudhi, disa mizakali që janë për televizore të shpërdarë, zenë talën Amerikën. A, do bë Shqipëria me kufi natyror. Apa e duan kështu Shqipërinë, që të barrën para në për televizor. Shikoni Top Channel, është bërë Top Channel gazi botës. Me atë Big Brother. Turp, kush e shikon atë? Për të ullur autoritetin e familjes. Që nuk lejohet asnjë vend në botë të hapet. Sepse ka fëmijë të vegjël që shikojnë. Çfarë bën ata poshtërsit? Po me çfarë para? Me parat e gjakut të shqiptarëve. Pra dashur shqiptar, Aga s'ka ku vete. Unë thash, Agës i vajti letra, drejtori krye gjyktarit. Le ta provoj, le t'i dënojnë. Na thanë që muajin tjetër japën vendimin. Po le vendimin, po do t'japin falje, të kërkojnë falje, për dëmin që kanë për kaq vjet, për thinjë që ua kanë thinjur, për nënat e tyre që janë me lot qajnë natë ditë, nënat e këtyre djemve këtu, e këtyre patriotve. Shikot dashur shqiptar, ngrehuni shqiptar, shikot si janë bërë, këta janë djemë të nënave, këta janë patriotët. Kjo është palca e Kosovës, palca e Shqipërisë, e kufinve natyror, dikur qushe Shqipëria madhe. Jo, jemi kufir natyror. Jemi Shqipëria natyrore, që ne ka falë Zoti. Por, Sërbët, Grekët, na i marë copa, si qamërin e bukur. Dhe sot na i shpeka në Hag, t'i dënojnë. Ashtu si mua Ramushin, por e falë. Sepse, s'kam bërgjet dashur shqiptar. Në këtë tribun duhet të ishin Sërbët. A e mbani mend, o vëllezër shqiptar, që e keni durimin të shkurtër, 99-ën. Ja këta pra mbronin fëmijë që nga Prishtina, që nga Kosova, nga toka pjellore, që është Flori, e tëra, Treqi, toka me bukur, shqiptarët më patriot që kanë luftuar, gjysë tërgjyshi me shpat në dorë. Unë nisë që nga Prishtina, në dimër, në të borë, zbathur, nesër do të anëzirë, si vinin që nga Prishtina, deri në Tropoj, që nga Tropoja, deri në Vlorë, që i strehoni shqiptarët, i doni se janë vëllezërit tanë, është shtëpia jonë, është themeli i kombit shqiptar.
Pra të dashur shqiptar, le këta që ne kemi mënyrat tona, le ta provojnë, brëndë 24 ore ne i marrëm, sepse jemi shqiptar, sepse ne kemi mashën, kemi dhe qelsin. Për këta punojmë për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Vlleztë e mi kosovar, zgjoni. Zgjoni, më ngrini flamur në dorë, çdo shtëpi, çdo rrugë. Nëse ju deputeti që keni zgjedhur nuk mbajnë këtë flamur në dorë brenda në parlament, ata nuk janë tuaj. Ata se janë shqiptar. Ky flamuri e shqiptar. Ky është krijuar të dashur shqiptar në krahinën tonë në Kosovë. Ky është qëndisur në Kosovë, edhe është vend në Vlorë. Të dashur shqiptar, se njerëzit e dinë historinë për së prapti, po jo të dashur shqiptar, trimat e Kosovës, që luftuan me shpatë, që u krijua balli kombëtar për të shpëtuar tokat e Shqipërisë. Kosovarët luftuan, por aman, nga kjo nënë që quhet nëna Shqipëri, nga Ramisalia, nga Sabrigotua, nga Nexhimia, kur u nisën kosovarët për t'i shpenë në Beograd, nuk gjetën gjë tjetër vetëm kapelat e bardha. I vran komisar Alia. Pra dashur shqiptar, historinë e dini për së prapti. Historinë e vërtet erdhi koha. Erdhi koha të ngriheni. Jo të bëni revolt si me zjarr. Jo. Po të ngriheni me një qiri në dorë. Të bashkoheni Kosovë e deri në Çamëri. E Malizi, Maqedoni, Aleksandri ton, që zuri tër botën. Ha pra, ku janë këta trima? Ku jeni futur? Ku jeni fshehur? Në organ jeni futur poshtë. Nuk u mungon gjë tjetër. Nëse ju nuk griheni, bashkoheni, visni fustan më mirë. Ku janë burrat e qmotit? Tale në Shqipëri. Tale rrugaqëria. Që e quajnë ne në Shqipëri. Nga kjo tirani, Kosova ka patur problem të jetën. Që këtu bëshim plane, që të vriqim patriotët e Kosovës. Patriotët e Kosovës, djemët e tyre, liprat, që i kam parë me sytë e mi, vinin nga Kosova për të strehuar në Shqipëri. Me njëri i trenonin, kam patur qindra kosovar një trenim, vinin e dini që vinin në Shqipëri. Po jo, vinin, ishte Beogradi këtu. E akoma Beogradi ka ushtruar çdo gjë. Ato që hiqin dije zjarri, ato janë fjalët e Beogradit, fjalët e Grekut, fjalët e Francës. Ato fjalë janë. E duan Shqipërinë copë, po jo. Të dashur shqiptar, kosovar, Malizi, Maqedoni, Çamëri, që është akoma ka ngelur shumë shtëpi bosh. O Çamëri me e bukur. Dy kemi patur më të bukur në kufin natyror. Çamërinë e bukur dhe Kosovën e bukur. Krajina jonë është Kosova. Kurse disa rrugaq tashi duan të mbajnë flamurin, e kanë me lloj ngjyra, me ngjyrën e Grekut, me ngjyrën e Serbit dhe me ngjyrën e Francës, turpi botës. Jemi shqiptar. Flini me këtë flamur. Ky është flamuri. Ramush, greu Ramush, që ke Amerikën me vete. Je patriot, të janë vrarë 2 vëllezër. Të është vrarë kumshiu, jot. Të është vrarë shqiptari. Zgjohu, eja ta marrësh në dorë Shqipërinë, sepse jep nga familja. Eja të shpëtojmë këta, që nënat e tyre, baba i atit pari, qanë me lot, nëna, mja qanë nënat shqiptare. Blidhe një mendje shqiptar. Amerika është me ju, ku do që jini. Më çdo vend është ushtria amerikane. Është e jona. Sepse Amerika është krijuar nga tjertë, u gjet
por është forcuar nga shqiptarët. Shqiptarët janë forcuar. 4 president shqiptarë. Të dashur shqiptarë, kosovarë. Erdhi koha e bashkimit, lirin më janë mërit, sepse ka hapur propagandë serbi me vite, u ka përqarë, nje i thonë spion, nje i thonë ka bërë palate, nje i thonë është tregtar me sërbë. Të dashur shqiptarë, bashkoni për inat të serbit, bashkoni, motër me vëlla, jemi një jakë, edhe po të llogarisim jemi tjetër, dalim kushrit të 7-8. Jemi një racë e bardhë, për këtë na kanë inat. Nuk do ketë racë tjetër në tokën e Shqipërisë. Nëse do zhduket të shqiptarët, po jo. Lufta e tretë do dërmohet. Është me orë, me ditë. Po Shqipëria jo. Malizi jo. Janë shqiptarë. Kosovë. Vërtetat parlamenti rebet, po nëse këtë flamur nuk e ngrini, jo. Ashtu be, edhe kryeministri Kurti, po e hoqët. Prap, mos buzqesh, pa mbaruar e pa shpëtuar herojnë e kombit që kanë luftuar, që djali i ri është bërë thinj, Thaçi, ka dalë me kryeministre nëse ka mundësi reqizori të na nxjerrë. Të dashur shqiptar, ai Thaçi duke dalë, djali i ri i njohur për kombin e Shqipërisë, djali i ri u bashkua me Amerikën, me letrë në dorë duke firmosur për t'i rënë bombardim serbit. Dhe nëse ka mundësi, mund t'a gjeni, pra duke dalë me sekretaren e shtetit të Amerikës, janë të dy bashk, pra djali i ri e flas që më në thënë të dashur shqiptar. E flas sepse këta patriotët të tallet një ag, të tallen prokurorët që janë pe lloj racet që se duan Shqipërinë, por ama dashur shqiptar. Edhe Edi Rama vajti dije, por ai nuk është me këta. Jo të dashur shqiptar, ja pra djali i ri, ja ky është Hasim Thaçi. Ky është djali i ri, kjo është kryeministri i Amerikës. Ja pra dokumentën në dorë që e firmosën bashk Amerika, që të godisin serbët. Ha pra, ku i ketë të tjerë? Në atë kohë ishte edhe Rugova, por si ishte këtu, se si ka desh zemra. Ja pra, ky tjetë burg. E disa thonë, a ishtë armiku i Kosovës, a ishtë heroj i Kosovës, heroj i Amerikës. Por Haga nuk janë banë, po them fjalë popullore, të thotë për Amerikën, që Amerika e goditi. Ata gjenerali Amerikan vajtën bënd testify, e thanë që a i ka qenë me ne. Por disa spiuna, bashkëpunëtor të Serbit, të Beogradit, e bëjnë si kriminel. Ata janë heroj. Ramush, ke qenë në luftë, i e familje patrioti. Le që thonë njerëzit, mua nuk më intereson që thonë njerëzit. Organizo të mbushet Kosova me këtë flamush. Të mbushet të Shqipëria me këtë flamush. Kini të tërë shqiptarët me vete. 97% të shqiptarëve janë me shqiptarët e realitetit. Atë 3% janë anti-shqiptarë. Pra, të dashur shqiptarë, e di që e kini mendje dhe arestime, po unë përsërit duke mbyllur, i them Spakut, të arestohet sa më parë Peleshi, të arestohet sa më parë deputetët që ishë sot në parlament, sepse populli shqiptar këta e nëzin e shkatëruan. Peleshi e thej një fjalë në Amerikë kur ishe. Vepro, për ndryshe hekurat do të viren. Pa marësi se hekurat do të nuk t'jek njeri, do të viren.
Por nëse ti, urgjent, nxjerr edhe ben, jo si thot Rama, po si e duan shqiptarët. Mos kini dërmen të bëni me gjafën. Të bëni me gjafën. Një program që keni bërë këto ditë me 2 partit, ta votoni, që dhe me ministrat, presidenti, të keni imunitet. Jo. Edhe imunitet të keni një imunitet sërb, grek, frances, do i qeni zvarë këtë që keni bërë kombin. O shqiptar, e janë i sa më parë në shpresa e kombit. E janë i të kalojmë në zyrat e reja. Po unë me qenë se ju doni të arestohet sa më parë Sali Berisha. Më kërkoni, urgjent, keni të drejtë. Se po e djegin Shqiprin të mos jemi ne, këta do benin 97-ën. Këta do dikin qytetet. Parrua ka dalë, ka kohë nga gramos ruqje të tjerë, që ne i bem, ne do t'i rëzojmë. Ne i bem, ne do t'u djegim. Po jo, jo me, jo. Pa marsi se i prishën fabrikat, që i ben me punë vullnetare të burgosrit. Fabrikën e Laçit e kanë bërë burgu. Fabrikën e Cimentos Fushkruj e ka bërë burgu. Fabrikën e Cimentos në Elbasan e ka bërë burgu. Fabrikën e Krypës në Vlorë e ka bërë burgu. Kanalet Vadice i ka bërë burgu. Maliqin e Thavi, burgu. Edhe policia të hypnin përmbi kokat e burgu me qindra. Inxhinierin, Sharr, Patriotin, e varë militar në Maliq. Inxhinieri më i mirë i Shqipërisë. Vlonjati, Labi, Sharra, inxhinier Sharra, që e beri e Thavi kënetën, dhe më në fund e varë. Me qindra të burgosur kanë dekur aty, kur kanë tharë, në tokën e stërgjyshve të mi. Aty ka bërë 4 ferma, i Zhavecin, Orman Pojan, Koritën. Pra, këta janë zotëri, këta janë që kanë vrarë njerëz, këta janë që i ropën shqiptarë, këta janë që po undajnë burr e grua. Spak po e mbyll, Byroja Kombëtare, që nesër do quhet e vdjaje. Spaku do t'jetë dashur bashkëdhetar sa të përfundoj arrestimet, s'do ketë më spak. Spaku është bërë vetëm për të arrestuar ata që kanë vjedhur 35 vjetë. Për ata që i kanë futur në sherr për 7500 njesh. Pra, ditën që ne shkojmë në zyrat, të gjithë i marrën pasuritë si që kishë. Nuk do ketë me 7500 njesh. Çdo gjë para që është bllokuar, që është konfiskuar, do t'u jepet shqiptarëve gratis. Le të jetë nga krajinë e Kosovës, në Bregdet do marrë një hotel gratis. Le të jetë nga Çamëria, aty do marrë në hotel. Le të jetë nga Maqedonia, nga Aleksandri i Madh, aty do marrë hotel e vil. Këtu në Shqipëri. Dhe ditën që ne shkojmë në zyra, jo më tepër se një javë që t'jemi në zyrë, do dalë me deklarat, çdo shqiptar, kudo ndodhet në botë, merr në shtetësinë automatikisht. Ne kemi 10 milion në Turqi. Jo si këta që e bën Kosovar, thoshte, mi e $5.000 të bëjnë shtetësi, e më në fund si a bëndë. Maqedoni nuk të bëjnë, do para. Pra të dashur shqiptar, blidhuni bashkë, pajtoni njëri me tjetrin, hipni dorë një tjetër, lini me janë hasmërit, lini me janë thashe themet që janë të përgatitur nga serbët. Natën e mirë dashur bashkëdhetar shqiptar. Spak, hekurat, sa më parë Ballukut, sa më parë ati sheut që fliste sot si Bilbil që ka vjedhur hotele, ka këtu në Tiranë, ka në Gjirokastër. Arestime sa më parë. Sa më parë arestime. Shpejt, nëse ik Balluku do marrni përgjegjësi penale dhe personale. Natë e mirë dashur shqiptar, të më fali për zërin që kam ngritur, por kam shumë të drejtë. Sepse të shumë të jeni në gjumë, fëmijët tuaj i keni për të detit. Pra, kjo është puna.
Pra dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim nesër më 12:30, e kemi ndëruar orarin dhe në orën 6. Miru pafshim të dashur bashkëdhëtar shqiptar. Bashkojmë sa më shpejt. Rroft flamuri shqiptar i kryqëzuar me flamurin amerikan. Vareni në çdo shtëpi, ngrijeni në çdo shtëpi, në çdo balkon, në çdo korridor, në çdo makinë. Ngrijeni flamurin. Këta janë flamurët e shpëtimit. Ky është flamuri për 300-400 vjet. Ky flamur është me mira vjet. Ky flamur është toni dashur shqiptar. Për këtë flamur kemi derdhur gjak. Natën e mirë, e miru pafshim më 12:30 nesër dhe në orën 6 pasdite.